Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit, kandidati i Partisë Socialiste Fate Velaj u ndal në ushtim ku bashkëvizitoi me banorë të zonës dhe premtoi zgjidhje të problemeve të komunitetit. Mandati i dytë i tij do të jetë mandati i reformës së madhe në bujqësi, reformës së madhe dhe të gjithë trevave ku banojnë në vende përbujqësore. Pra, kemi të bëjmë me një reformë të madhe e cila do të preki fshatrat, do të rrugët rurale. Të gjitha ato zonat të cilat sot e kanë pamundur të vinë siç duhet të ardhur me makinë për të takuar djemt, vajzat, gjysherit apo për të shkuar dhe në pronat e tyre. Mëtej Velaj kërkoi votën e banorëve të ushtimës për Partinë Socialiste që projektet e reformave dhe investimeve të vazhdojnë. Vlora që është sot ka nevojë edhe për votën tuaj që ta jepni në datën 25. Prandaj mos e harroni kur 25 është dita e vendimtare e të ardhmes europiane Shqipërisë. Në qoftë se ne i kemi hyrë kësaj rruge, mbasi kemi mbështetjen tuaj, kemi mbështetjen e djemve dhe vajzave, të nënave, baballarëve dhe të gjitha atyre njerëzve që kanë në ëndër Shqipërinë drejt Evropës. Ndërkaq kryetari i Bashkisë Dritan Leli tha se investimet transformuese që po prekin tashmë Vlorën do të shtrihen më tej dhe në fshatra. Kur jam këtu përpara jush, duke kërkuar votën për Partinë Socialiste, besoj fort që ato që u bën në Vlorë, në qendrën e qytetit, në rrugët midis lagjeve, në projektin më të madh të realizuar ndonjëherë në këtë qytet, atë të Lungomares, do të shtrihen nesër, pra në 4 vitet që vinë, në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorës. Absolutisht që duhet të kemi një rrugë më të mirë dhe unë e di. Absolutisht që duhet të kemi pak probleme me ujësjellsin, më pak probleme me ndriçimin, por me grupin e njerëzve që janë duke udhëhequr fushatën e Partisë Socialiste. Absolutisht në 4 vitet që vinë do të ketë ndryshim të plot të gjithë sistemit të furnizimit me energji elektrike në të gjithë territorin. Përmirësim të ndjeshëm të furnizimit me ujë të pishëm, sepse është një nga plagët e mëdha që zonat rurale kanë.